njofton se është numri nevojshëm i këshilltarëve për zhvillimin e mbledhjes, kështu që mbledhjen e deklaroj të hapur. Rendi i ditës. Miratimi proces verbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak. Miratimi rendit ditës së mbledhjes. Paraqitja nga këshilltarët e çështjeve dhe problematikave të komunitetit. Atëre ju lutem, le të procedojmë. Kush është dakord që të miratohet proces verbali i mbledhjes së kaluar? Faleminderit. Kundër? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Rendi i ditës. 1. Projekt vendim, buxheti afatmesëm 2026-2028, Bashkia Kuçov. 2. Projekt vendim, për kategorizimin e nivelit të pagave të punojësve dhe të emëruarve në punës civil, si dhe të punojësve administrativ të bashkisë dhe njësive të saj në varësi për vitin 2026. 3. Projekt vendim, për shpërndarjen e bursave të arsimit profesional për vitin shkollor 2025-2026. 4. Projekt vendim për disa ndryshime në emërtimin e rrugëve të qytetit Kuçov. 5. Informacion, raport i performancës së bashkisë Kuçov. Po, më falë. Atëre, kush është dakord nga ju që me qënë se sa po na erdhen materiali vendimës ekonomike t'i kalojmë të parat dhe vazhdojmë pastaj me rendin e ditës, a jeni dakord të operojmë në këtë mënyrë? Faleminderit, dakord. Mirë, atëre, Jolanda, të lutem. Mirë, prej aty, ka problematik të veçantë? Dakord. Mirë, atëre, projekt vendim për dhënje ndihmës ekonomike prasit dhe bashkisë për periudhën 1-30 nëntor 2025 dhe projekt vendim për dhënje ndihmës ekonomike mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% për periudhën 1-30 nëntor 2025. Nëse ka dikush nga këshilltarët në një problem, nëse jo, kush është dakord ti miratojmë të kalojmë vendime? Faleminderit. Kundër? Abstenim? Jo. Miratohen? Faleminderit, Jolanda. Vazhdojmë atëre, buxheti afatmesëm 2026-2028, drejtoresha, ju lutem të referoni. Përshëndetje të gjithëve. Buxheti afatmesëm është në zbatim të ligjit për vetëqeverisjen vendore. Buxheti afatmesëm është në mbështetje të ligjit për vetëqeverisjen vendore, të ligjit për finansat e vetëqeverisjes vendore, për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, sistemin e taksave vendore i ndryshuar dhe udhëzimin standard të përgatitjes së buxhetit afatmesëm. Të ardhurat e parashikuara janë nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat jo tatimore, në të cilat futen tarifat për shërbimet e ofruara, nga shitja ose dhënia e aseteve me qira dhe të ardhurat të tjera. Të ardhura nga institucionet, të ardhura nga agent tatimor dhe nga transfertat. Transfertat ndahen transferte pa kushtëzuar, që financohet nga pushteti qendror, transferte kushtëzuar nga pushteti qendror për funksione
që miratohen në buxhetin e njësisë së qeverisjes vendore dhe transferta specifike të cilat financojnë funksionet e transferuara pranë bashkisë. Për vitin 2026 parashikohen 801.456.000 lek të ardhura, të cilat përbëhen nga transferta e pakurtësuar 280.051.000, të ardhura të veta 267.500.000, transfert specifike 186.336.000, të ardhura të veta të trashëguara 16 milion lek dhe grant për rritjen e pagave 50.568.000 lek. Në vitin 2027 parashikohen të ardhura në shumën 802.962.000 lek, të ndara si më poshtë. 294.557.000 lek nga transferta e pakurtësuar. Të ardhurat e veta nuk ndryshojnë. Përqendrohet e 26-at e 27-at e tjetër, nuk e dim se kush mund tjetër, do vinë tjetër, përqendrohet e kjo 26-at që kemi këtu. Murat, të lutem, ne do të miratojmë sot 2 projekt vendime për të këtyre vendime. Edhe buxheti afatmesëm, edhe buxheti i 26-ës, i vitit. Prandaj do të bëj 2 referime përkatëse drejtëresha dhe nëse jemi dakord, i trajtojmë të 2 problemet në një moment dhe i votojmë të 2 si doni ju pastaj. Por që do t'i referoj të 2 pikat. Patjetër. Qoftë se do referojmë sot shefja, pa vetëm në hajë kështu, po më rrështë një këtu dhe çaka dhe shefja 2020. Një minutë të lutem. Një minutë të lutem tani. Nuk mund ta kalojmë ne pa referimin e drejtoresës përkatëse buxhetin afatmesëm. Janë disa detyrime ligjore që na lindin ne këtu. Mirë, faleminderit. Materialin PowerPoint është shumë shkurtër, është një përmbledhje e projekt buxhetit afatmesëm dhe buxhetit vjetor. Dhe unë do mundohem t'i bie sa më shkurt që mos bëhem e mërzitshme. Atëherë, duhet të them që në nivelin e të ardhurat e veta nuk ndryshojnë për të 3 vitet e financimit të projekt buxhetit afatmesëm. E ardhura nga transferta specifike nuk ndryshon, po ashtu dhe granti për rritjen e pagave. Ajo që ndryshon është vetëm pjesa e transfertës së pakushtëzuar, e cila vjen me rritje, 5.1% është rritja në vitin 2027 krahasuar me vitin 2026, dhe 5% është rritja e transfertës pakushtëzuar në vitin 2028 kundrejt vitit 2027. Këto janë ndryshimet në buxhetin e të ardhurave. Në total, të ardhurat e vitit 2027 janë 802.962.000, të ardhurat e vitit 2028 janë 815.865.000. Shpenzimet e miratura në buxhetin e njësisë së qeverisjes vendore janë shpenzime për funksionet veta, për funksione specifike, për funksione të deleguara dhe për funksione të përbashkëta. Në shpenzimet për funksionet e veta financohen shërbimet publike që janë pastrim, gjelbërim, dekor, ndriçim, mirëmbajtje, ndërtimi rrugëve dhe trotuarve, mirëmbajtje e objekteve administrative, varreza publike e të tjerë. Shërbime sociale dhe strehimi social, shpenzime për funksionimin normal të kopshteve, qerdheve, sportit e të tjerë. Shpenzimet për funksionet e deleguara janë shpenzimet që financohen nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, janë shpenzime për përkujdesjen shoqërore, për ndihmën ekonomike
pa aftësinë dhe shpenzime për gjendjen civile. Për funksionet e përbashkëta janë shpenzimet për arsimit, të cilat financohen pagat e edukatorëve të kopshteve, financohen nga Ministria e Arsimit, ndërsa mirëmbajtja dhe shpenzimet për funksionimin e ambienteve arsimore, të gjitha këto shpenzime kryhen me fondet e bashkisë, me fondet e veta. Buxheti i vitit 2026. Shpenzimet shkojnë paralel me të ardhurat dhe janë në të njëjtën vlerë, shpenzime totale 801.456.000 lekë. Të ndara në paga 344.854.000, sigurime shoqërore 57.826.000, shpenzime operative 168.951.000, transferta për institucione 2.110.000, transferta për individ 16.801.000, fond emergjence dhe fond rezerv janë parashikohen 15.918.500 lekë dhe investime 194.973.000 lekë. Transferta për kushzuar parashikohet, si që thash dhe pak më parë, me rritje 5.2% në vitin 2027 dhe 5% në vitin 2028, kundrejt vitit të mëparshëm. Plani të ardhurave nuk ndryshon, po ashtu dhe transferta specifike. Në vitin 2027, buxheti total është 802.962.000 dhe ndahet 347.531.000 për paga, 58.294.000 për sigurime shoqërore, shpenzime operative 170.085.000, transferta tek institucione 900.000 lekë, transferta tek individ 17.294.000, fond emergjence dhe rezerv 15.526.000. Fondet për investime janë në shumën 193.332.000. Për vitin 2028. Buxheti total është në shumën 815.865.000, për paga shkojnë 328.530.000, sigurime shoqërore 58.429.000, shpenzime operative 175.257.000, 900.000 shkojnë për transferta institucione, 17.690.000 shkojnë transferta tek individ, fond rezerv dhe emergjence 15.526.000, 199.512.000 shkojnë për investime. Sipas njësive shpenzuese, për vitin 2026, buxheti është i ndarë 58% financohet nga bashkia, ose në shumën kryhet nga bashkia, mbulohen shpenzimet në shumën 465.460.000, ndërmarrja komunale financohet 14% të totalit buxhetit, qendra ekonomike e arsimit 25% e totalit buxhetit, 3% qendra kulturore, dhe nga këto shpenzime të institucionit të bashkisë, nga shuma 465 milion që administron bashkia, 20.9% parashikohet për investime. Në vitin 2026, buxheti financohet 41% nga transferta pa kushtuar, 35% nga të ardhurat veta dhe 23% nga transferta specifike. Këto shifra janë pak a shumë dhe në vitet 2026 dhe 2027 dhe 2028. Transferta specifike za 23% të totalit buxhetit dhe kjo shumë shkon kryesisht për paga dhe sigurime shoqërore. Prandaj edhe fondet për paga janë
do me thënë përqindja e pagave dhe sigurimeve që zënë në buxhet është më e lartë. Detajimi i buxhetit në paga, shpenzime operative dhe investime. Në vitin 2026, 50.3% e buxhetit është paga, 25.4% janë shpenzime operative, transferta tek individ dhe institucione, dhe investime 24.3%. Mesatarisht, në këto vlera parashikohet dhe në vitet e ardhshme. Ndryshimi i buxhetit në të gjitha vitet, 26, 27 dhe 28, do me thënë pëson një rritje vetëm për shkak të rritjes së transferit të pakushtzuar. Pjesa e të ardhurave të trashëguara nuk është parashikuar për vitet 27 dhe 28, pasi nuk mund të rritim shpenzimet fiktivisht duke financuar me një të ardhur që nuk parashikohet të jetë e sigurt. Faleminderit. Atëherë, le të diskutojmë projekt buxhetin afatmesëm dhe po, përpara se të filloni me pyetjet si dhe diskutimet tuaja, Komisioni i Ekonomisë u mblodh për këtë çështje dhe le të dëgjojmë kryetarin e komisionit. Sarin. A ka të gramozit ai. E zhartuar në përputhje me legjislacion. Sugjerua që të ketë parasysh një investim në përkopshte nga ardhma e trashëguar që do jetë në vitin e ardhshëm. Relacioni mbi programin buxhetor afatmesëm 2026-2028 bën një përmbledhje totësisht ata që kanë lecuar mbi këtë program. Ky projekt buxhet tregon më së miri punën e vazhdueshme të kujdesshme të drejtorisë të ardhurave dhe drejtorisë financës, se dhe gjithë shefave të bashkisë, stafit të bashkisë, për vjeljen e të ardhurave, menaxhimin e këtyre të ardhurave, duke konsoliduar dhe përmirësuar në rritje financat e bashkisë, që për hir të së vërtetës janë vendosur në baza të mira. Shëndoshëm. Komisioni i Ekonomisë, pasi analizoi dhe diskutoi projekt buxhetin 2026-2028, vendosi miratimin e këtij projekt buxheti me 5 vota pro. Kaq. Faleminderit. Atëherë pyetje nga ana e këshilltarëve? Po.
unë kam disa pyetje. Sa sportistë përfitojnë dhe si është shpërndarja? Ato shpenzime. Te një listë, një relacioni tajor duhet ta ketë për gjitha shpenzimet që kanë. Dhe pjesa më e madhe e shpenzimeve shkon për individ. Shiko, emërtimi është shpenzime për individ. Okej. Okej, ke pyetje tjetër? Pyetje tjetër ke? Okej. Tani po nis nga fundi. Edhe te Milani apo te Reali Madridit po të vesh nuk të japin ushqime në mëngjes drejt darkë. Kështu që nuk ka pse ta japi një klub si Naftatari apo Bashkia e Kuçovës për futbollistët e madje për të qenë korrekt dhe të vërtet. Ne ushqime japim vetëm për futbollistët që janë të ardhur dhe që u sigurojmë edhe hotelerinë, akomodimin edhe një pjesë të ushqimit, sepse janë pjesë e kontratës që ata kanë bërë në momentin që kanë ardhur të bëhen pjesë e ekipit futbollit Naftarit. Ndërkohë që për gjithë pjesën tjetër është bërë marrëveshja që do marrim pagën e tyre në bazë të performancës që ata do të kenë, nuk kam pagë fikse. Që do të thotë, jo, shpërblim, se shpërblim nuk është as pagë. Po jo pra tani, unë po e nis nga fundi, dëgjova pyetjet dhe thash po e nis nga fundi, po ju sqaroj për pjesën e ushqimit. Pjesa e ushqimit është kjo që them unë, se nuk kemi detyrim që t'i japim patjetër ushqim, ajo është pjesë kontraktuale që ne mund t'ua ofrojmë, mund mos ua ofrojmë, sepse mund të kishim dhe shpenzime hotelerie aty në rast se do të kishim futbollistë, nuk do të kishim ambiente dhe do të kishim siguruar hotelerinë atyre, qoftë në hotel, qoftë në shtëpi me qerasi që janë bërë herët e tjera. Ne ndërkohë nuk e pagojmë këtë pjesë sepse në 2 vitet e fundit kemi bërë investime me të ardhurat e atij buxheti që ju keni aty, po të viteve të pashme kuptohet. Kemi bërë rregullime të ambienteve të stadiumit dhe kemi bërë atje 2 dhoma ku rrinë këta futbollistë që kemi aktualisht, janë 5 apo 6, nuk e di saktë se sa janë ata, po që janë të akomoduar në këto ambiente. Për sa i përket pagave, nuk është e vërtet, ata kanë marrë 2 paga deri më tani dhe marrëveshja me të gjithë futbollistët është që të marrin paga, 8 paga gjatë gjithë sezonit futbollistik. To marrin me pagën e tretë, patjetër që do ta marrin tani afër, brenda dhjetorit nuk diskutohet, dhe 5 pagat e tjera i kanë gjatë gjithë deri në përfundim të sezonit të futbollistik. Dhe të mos harrojmë, jo, 8 paga gjatë gjithë sezonit futbollistik, sepse sezoni futbollistik përgjithsisht zgjat rreth 8 muaj dhe ndahen në çdo një muaj këto paga. Dhe 17 milion lekë që është buxheti për shpenzimet e sportit, është, nuk e di se duhet ta kemi këtu tek ajo, 11 po e pra, janë 12 janë parashikuar për sportin, që do të thotë shpërblimet jo vetëm për futbollin, por ne kemi edhe sporte të tjera, sepse regjistruam edhe volejbollin, kemi regjistruar edhe basketbollin për këtë vit, që do të rinj kuptohet, dhe para të rinj, që do të jenë në kampionatet e moshave të tyre, dhe natyrisht edhe ata duan një mbështetje, qoftë edhe për shpenzimet e rrugës apo federimet, se janë ato, janë ekipet e moshave të futbollit, janë të gjitha te kjo vlerë. Dhe tek ajo 117 milion pikë e ca që thatë ju, janë edhe pagat e administratës.
Te 12-qa bëhet janë të gjitha. Edhe po themi edhe transporti. Po dakord pra me ato mbulohen, me ato vlerë mbulohen, po them. Me vlerën ku e ke tjetër zë, tjetër sporti? Po. E kemi ndarë, po nëse, okej. Si? Janë për sportet e tjera ato, janë për sportet e tjera. Po jo pra jo, 12 milion është vetëm për futbollin. Dhe futbolli parashikon ekipin e parë dhe ekipet e moshave, të gjitha shpenzimet, që nga trajnerët, që nga stafe teknike, që nga shpenzimet e tjera edhe operative. Me atë buxhet mbulohen. Edhe shpërblimet e individëve që janë të futbollistëve në këtë rast. Ai 12 milion lekë është buxheti i Futboll Klub Naftatarit. 12 milion të reja. Jo, ato paraqiten muaj për muaj, ai buxhet ndahet, është njësoj si buxheti që ne i parashikojmë agjencisë komunale, po themi. Që aja parashikojmë agjencisë komunale edhe ajo i shpenzon sipas nevojave çdo muaj ose rast pas rasti. Edhe i buxhet që është për futbollin në këtë rast, si po themi, 12 milion lekë, parashikohet, do jetë rast pas rasti. Sepse në një muaj ne mund të kemi 3 ndeshje në qytet dhe 1 ndeshje jashtë. Normali që shpenzimet janë më të vogla. Ose dhe e kundërta. Por ai është buxheti vjetor për një vit kalendarik të futbollit. Ndërkohë jo 2 milionë ca të vjetra sa ishte, bëhet fjalë për këto sportet e tjera që ne kemi regjistruar, ping-pongun, volejbollin dhe basketbollin. Bëhet fjalë ne jemi regjistruar për moshat e vogla sepse akoma nuk kemi ekipe të konsoliduara në këto sporte. Fjalën për këtë rast bëhet edhe një ndërhyrje, me që ishte ndërhyrje e Komisionit Financave që kishte bërë një sugjerim për të ardhmen e trashëguar. Ne nuk do të ngelemi me të ardhmen e trashëguar për investime në kopshte, sepse kemi marrë një premtim nga ambasada polake që do të ambasadori polak që ishte përpara disa javësh këtu në Uçov, që do të na mbështesi me një shumë të caktuar rekonstruksion të një objekti arsimor. Në këtë rast ne kemi zgjidhur kopsht, duke qenë se po ta shikoni edhe këtu kemi tek fondi rezervë i arsimit, kishim një vlerë, do ta bashkangjitim bashkë me vlerën që do na përcjelli ambasada, bashkëfinancim, dhe do të bëjmë rekonstruksion të një kopshti që kemi filluar nga puna për projektin. Po Murat, mund të vazhdoni. Murati, asnjë nuk do të ngelet pa e marrë fjalën. Po. Unë nuk jam qartë me pasion e investimeve. Edhe, po do dojë shefjat ma në dërçan, janë 194 milion lekë investime. Ku janë këto investime? Kanë një për... Unë qa dhe investimesh janë. Edhe, ku janë? Se, po të fëkshatë dhe prioritetet të mua, t'i krasoja unë jesh investim dhe prioritetesh kjo letra, do kryohen e një ide më të qartë. Po kështu janë 194 milion lekë investime, nuk i lezoj të të dalë, janë mikroskopike, të dalë në një kushë, ka kemi me të rikëtu ju. Dhe të më lezoj mua dhe gjesh shkujtë atje, po më lezoj këtu mua i unë, ikim nga medhja. Me kryetar me kesh me ndjesh me kjo tabela investimeve prioritare për këtë vit ose edhe për periudhën afërmeshme, mendoj që këto ta shikojnë edhe në monitor. Po vetëm atë thash, vetëm atë pjesën e investimeve. Vetëm pjesën e investimeve të tjera. Atëre drejtoresha, në qoftë se është e mundur në një moment, atëre po. Këto janë investimet e Sepse kjo ka të bëjë me buxhetin edhe normalisht që nuk janë parashikuara zë për zë ato, po në qoftë se bjem dakord mund totale. po
këto janë përmbledhur tek ajo. E po Morati dush. Po mirë, pra në rregull, okay, në qofse jeni dakord, bjem dakord, unë po e lexoj të gjithë. Okej, atëre, Komuniteti sa do bëhet. Po pra po në rregull. Po në rregull, pra në rregull. Nëse jeni dakord ta lexoj unë, them se mund ta lexon edhe dikush tjetër. Po marr unë Kryetari se ju mani përgjithësi për dakord kryetar, ne po e dëgjojmë ZMZ atëre. Po pra po. Faleminderit. Po pra po. Tani të bëjmë një sqarim përpara se të fillojmë tek ajo pjesë. Vlera 193 milion që është aty që u paraqit, nuk do të thotë që është vlera e investimeve që parashikohet për vitin 2026, sepse ju e dini që ne investimet i kemi parashikuar prej disa vitesh tani që i bëjmë me financime 3 vjetore, që do të thotë tek ajo 193 milionshi që ishte atje, është vlera prej 20% që ka për detyrim bashkia në këtë rast të financoj në vitin e parë, më pak nuk mundet, duhet 20% e sipër, plus kestet që i takojnë të investimit të 2025 për shembull që e ka vitin e dytë. E njëjta gjë do edhe për vitin tjetër, por në total vetë 193 milion. Ndërkohë, vlera e investimeve që unë do t'i them tani me preventiv është 160 milion lek. Në total, pasaj kjo 160 ndahet në 3 vitet 2026, 2027, 2028. 160 milion janë për 3 vjet nga të ardhurat e bashkisë. Po. Bëhet fjalë vetëm për investime me të ardhurat e bashkisë, nuk bëhet fjalë për investimet me bashkëfinancim, me tjera, apo çfarë mund të marrim ne gjatë vitit në tjetër. Ato nuk i parashikojmë 100%. Jo, ato nuk i parashikojmë dot sepse nuk janë në dorën tonë. Ne kemi në dorë të aplikojmë, por nuk e dim fitojmë apo nuk fitojmë. Dhe po i marr me radhë, nuk po hyj në detaje se si financohen, pasaj se i keni në tabela si financohet viti i parë, viti i dytë, viti i tretë. Po tek ajo tabeli keni të parashikuara vlerën e investimit, vlerën e supervizimit dhe të kolaudimit. Prandaj është pak tabela e madhe, unë po përqendrohem vetëm tek emërtimet e objekteve që do të kryet investimi. Rikualifikim i rrugëve Pire, Subashi, Vejslari, Guri, postblok. Bëhet fjalë për pjesën e krahut perëndimor të postbllokut. Vjet bëm pjesën e postbllokut nga krahu i nën stacionit ose i serave, ndërkohë si vjet parashikojmë të rikualifikojmë pjesën tjetër bashkë edhe me rrugicën që hyn te këto pallatet në fermë. Rikualifikimi i rrugicave pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe vazhdimi i rrugës Simon Ziu. Këto janë investime të vogla në fakt. Për këtë thua? Ke ndonjë? Bulevardi Dëshmorët e Kombit, ashtu e kemi. Jo, bulevardi Dëshmorët e Kombit bëhet fjalë për 2-3 rrugica të vogla që janë këtu poshtë, që dalin. Duke qenë se ne nuk kemi mjete që të bëjmë edhe këto investimet e vogla me asfalt, jemi të detyruar që edhe pse gjëra të vogla t'i kalojmë me investim, plus edhe vazhdimin e rrugës që e kemi diskutuar që kur u bë rikualifikimi 1 metë shkurtit ngeli nga muzeu, ai segmenti prej 60-70 apo nuk e di sa metra është atje. Domethënë është rruga Simon Ziu shkurt. Ajo. Rikualifikim i rrugës Brigada e 2 Geg. Në Geg unë në fakt edhe një takim që kisha me pjesën e këshilltarëve socialist edhe u shpjegova, ne Gegën në këto vite e kemi lënë jo në kuptimin e keq, po unë ja u kam shpjeguar dhe herë të tjera, e kemi lënë pak pasdore me idenë sepse ne kemi bërë atë projektin për ujërat e zeza dhe ujin e pishëm, dhe duke qenë se kemi dashur tërkohën të merrim atë investim, e kemi lënë pak në zvarritje këtë pjesën e rikualifikimit të infrastrukturës, por gjykuam që ka ardhur momenti që u takon edhe banorëve të Gegës t'i çojmë investim. Natyrisht nuk bëhet fjalë për gjithë fshatin, por siç e kemi parë edhe në investimet e tjera, me mundësitë që kemi ne bëjmë me pjesë, por ama i mbyllim ato që nisim. Kështu që unë gjykoj që fshati Gegi takonte
një vëmendje, mbase jo e plot, por të paktën është një nisje e mirë. Rikualifikimi rrugëve Ajdari, Ago, Gjimnazi, Pepa, Shabani, Pishina, Kumria në Avales. Bëhet fjalë për ata që janë nga zona mbase e njohin më mirë, përgjithsisht është lagja që i thonë anë e malit, por janë edhe rrugica të tjera në lagje që u lanë edhe nga pjesa e investimit tek zona e pishinave, u lanë disa rrugica, apo edhe aty në qendër janë disa rrugica të tjera, 2 rrugica, jo disa rrugica, që janë paralel, që dalin të qendra shëndetësore. Ata që janë të zonës e din më mirë për çfarë bëhet fjalë. Dhe në fshatin Avales unë gjykoj që të paktën për sa i përket infrastrukturës rrugore, mund ta quajmë të mbyllur me këtë investimin që presim të kryejmë për vitin tjetër. Kemi rikualifikimi i vazhdimit të rrugës ti mbaroj një këto dhe pasaj. Rikualifikimi i vazhdimit të rrugës Llambi Shella, Luan Qavzezi, Kamza, kjo në fakt është vënë në këtë pjesë, por parashikohet jo për 2026, por për 2027 e në vijim, dhe që t'ja u shpjegoj se për kë bëhet fjalë për rrugën që lidh 2 investimet e kryera, një te Pusi Gazit dhe atë që do filloj shumë shpejt këtë që kemi miratuar ne për këtë vit tek Milva që i thonë, apo tek hipoteka, që kemi miratuar nga tregu deri tek. Po ti 2 vjet ke janë këshill këtu tani apo? Po ti si ishe këshillën e parë, bu? Jo të kanë gënjur. Ali, të lutem rezervo të drejtën, Të kanë gënjur. të diskutosh më pas. Të lutem rezervo të drejtën për më pas. Askush nuk do ta heq këtë drejtë. Po kryetar mund të vazhdoni. Faleminderit. Bëhet fjalë që nga fillimi i Kodrës nga ky krah deri ku ka ngelur asfalti nga krahu tjetër. Për atë rrugë bëhet fjalë. Por kuptohet është vënë në pjesën e buxhetit për 2027-2028. Rikualifikimi i rrugës Salce Poshtme. Rikualifikimi i rrugëve Vasil Gjika, Xhevis Sulçe, Sherif Sulejmani, Perondi, bëhet fjalë për rrugën që fillon në Kuçov tek Kish Furri Bukës dhe i bie nga lart tek Kisha, del tek Kisha. Se di kush e ka bërë, por ti duhet ta votosh pasaj, me që i ka ardhur Rava, po. Dhe rikualifikim i rrugëve Ismail Qemari, Brisje, Driz. Këto është emërtimi Driz, jo i fshati Driz, bëhet fjalë për vazhdimin tek lagje Brisjeve, që ne një pjesë e kemi në procedurë prokurimit tashme, dhe që gjatë 2026-s i keni parasysh nga fabrika e Pilos e Kishe Sallami që vetë e shtëpit e Sheme Marës, plus këtë pjesën këtej të lagjes Imet Janari që është pjesë e këtij investimi, ndërkohë te kjo që po flasim tani bëhet fjalë për të zgjatur akoma më tutje deri tek të zonës e dinj që i thonë tek shtëpitë e Luzanjakëve, janë ca Luzanjak lart, edhe del pasaj tek pjesa e mbrapa Varrezave nga shtëpitë e Sheme Marrës, qofse keni parasysh, edhe del direkt tek ajo lagja që del mbrapa Varrezave. Sheme Brisku, se më falni. Në fakt edhe Shemi aty. Këto janë 7 në numër investime që financimi është deri në 2028. Ato në momentin që mbaron prokurimi kanë afatet e tyre 3, 4, 5, 6 mujore sa vendosen. Po jo pra financimi thash, jo punimet, jo kryerja e punimeve. Kryerja e punimeve nëse ne hedhim prokurimin në janar, po them kot, mbaron në qershor. Tani këto ishin pjesa e investimeve
infrastrukturë që Bashkia Kuçov ka menduar të financoj me buxhetin e saj, me të ardhurat e veta për vitin 2026. Me që si kishim aty, më ra mua për pjesë. Jo, në qofë se duan, jo, lese si... Tani, rruga e Velagoshtit, edhe rruga e Drizës, ne kemi përcjell projektet e Fondit Shqiptar i Zhvillimit, kemi mbi një muaj që i kemi çuar atje, normalisht bëhet fjalë, nuk kemi përgjigje, sepse bëhen fjalë për vitin 2026, tani që them presim këtë dhe presim atë, ne thamë që në fillim nuk është në dorën tonë ajo, por me buxhetin e saj, Bashkia Kuçov e ka të pamundur. Projekti i saj shkonte sa i gjithë ky këtu. Sa ishin 100 fix, se tani më shkoj mendja, se nuk më kishte vajtur mendja, po shkon 160 milion lek projekti i rrugës Velagoshtit. Kështu që ne e kemi të pamundur, edhe ta sjellun këtu zamiratoni ju se ku dëgjojmë lekët. Kështu që është e pamundur ta financojmë me të ardhurat tona. E kemi çuar bashkë me rrugën e Drizës, siç të thash, sepse këto dy rrugë kemi çuar, nëse do ketë nevojë për thirrje të tjera sipas rastit që do ketë, ne do çojmë edhe të tjera, por që Rikualifikimi i rrugës qendrore që kishim edhe për vitin 2025. Kë? Që rruga nacionale qendra Perundi. Jo, se kemi patur atë. Jo. Nuk e kemi patur atë. Megjithatë, doni, unë këtu jam edhe për diskutuar edhe për të... E di. Okej, do flas më vonë pastaj. Po, drejtoresha, mund të shtoni. Atëherë, në vitin 2026 parashikohen 194 milion lek për investime. Investimet të reja janë në vlerën 32 milion lek të reja, janë investimet që përmendi kryetari. Investimet e tjera i keni në material me 2026, po. Do me thënë, 32 milion lek janë investimet të reja dhe pjesa tjetër janë kontratat e lidhura nga vitet e mparshme ose në vitin 2025 që financohen pjesërisht në vitin 2026. Ju në materialin bashkëlidhur i keni të gjitha objektet që financohen, objektet e investimeve me detaje, edhe me emërtime dhe vlera e supervizionit dhe vlera e objektit që financohet dhe e kolaudimit. Në qoftë se doni, unë va lexoj një për një gjitha investimet që financohen në vitin 2026. Shefe, ne i donim këto, po i donim... I keni në materialin që ju janë dërguar. Nuk kam thënë ty. Po. Mos bëj material voluminoz, po bëj të thjeshtë të kuptueshëm. Nuk varet nga unë. Nuk varet nga dëshira ime. Për me këshill. Do t'i ashtu bëjmë dikush tjetër, do dikush tjetër të Ka gjë. Morat. Nuk dua të ndërhyj tek kjo pjesë. Bën shumë mirë se do më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm, por ne kur vim këtu vim me materiale sipas formateve që i kërkon ligji. Tani nuk mund të vim këtu dhe të miratojmë një dokument që nuk e parashikon ligji të tillë, sepse nuk quhet miratim pastaj. Okej, duam ta bëjmë më të kuptueshëm, ja po e bëjmë më të kuptueshëm duke folur. Po mirë, pa në rregull, pra bën. Shiko, jemi të detyruar, na detyron ligji që materialet t'i sjellim në formën siç e kërkon. Po dakord. Po, Vebi ju dëgjoj.
Mirë atëre. Po, Fredi? Po. Përveç asaj që është paraqitur e keni fjalën, material. Nëse kjo pjesa do jetë tek pika tjetër të kategorizimi më mbrapa, po gjithsesi, po. Nuk Dakord, okay. Dakord. E kuptova. E kuptova. Tani, se e kemi diskutuar dhe vetë këtë pjesë, ne me buxhetin që po miratojmë për vitin 2026, Murat, të lutem, që kemi parashikuar për buxhetin e vitit 2026, nuk kemi parashikuar rritje pagash, sepse presim edhe VKM-n nga qeveria për pagën minimale. Po prapojti. Ndërkohë, ne financat i kemi parashikuar për një rritje të mundshme për te pagës minimale. Domethënë, unë nuk jam financier, drejtoresha po doj ta shpjegoj, por i kemi parashikuar fondet për një rritje të mundshme të gjithë punonësit të administratës, jo vetëm ata që preken nga rritja e pagës minimale që do të jetë për efekt të ligjit, domethënë që do të dalim me VKM-n. Por nuk mund ta parashikonim tani, të bënim rritje tani, ndërkohë pastaj në janar vjen në VKM-ja tjetër edhe për një muaj të bënim të Unë kam qef edhe pse s'më pëlqen ndonjëherë, po kam qef të më trishni veshin mua për punën se sa për pagën atyre, por megjithatë e shohim atë, po edhe pse s'më pëlqen, po që Po, Liliana? doni ndonjë sqarim tjetër? Po jo deri në 200. Po ai sa mbulon banesat janë aty diku një segment prej 2-300 metrash nga ky pozicion që po flasim. Po nga asfalt. Domethënë jo deri larg në krye të 200, por një segment Po Alit ju dëgjoj. Atëherë për shërbimin e mirëmbajtjes varrezave, i cili investim
për sa i përket pjesës varrezave në Abales, ne jemi në fazën e përgatitjes dokumentacionit për shpronësim, sepse rruga atje ka nevojë për shpronësim. Po tani 1 metër Ilir, po të vitë prishun, po mirë ma, nga qatru lode, Po lekët i pret me kësherti, po qa do pëse? Po të njëta gjera do të është, po nëzirë në i fabrikë që prodhon lekëti dhe t'i bëjmë tëra. Pa ty jam në regull, ja po t'i themu ku jam parat. Po t'i themu, ke do të heq nga këto, do të heqe rrugën e ndonjë nga këto që lexova, edhe të bëjmë atë. Po si këtë dua, unë këtë dua. Ti po të duash votoj, po të duash mos e voto. Po pikërisht pra, pëse je i zë vetëm, atë zë përdor, aj sa ke. Edhe po të shjepi pak me tonë më normal. Të lutem shumë, Daniel, të lutem shumë. Tjetër, okej, mirë. Në qoftë se nuk ka në këshilltar tjetër, për të trajtuar në një problem më të veçantë, atëhere, duke ju përmbajtur saktësisht rendit të ditës, kush është dakord që buxheti afatmesëm 2026-2028 i Bashkisë Kuçovë të miratohet. Po sekretarja konfirmon numrin. Mirë, faleminderit. Kundër. Okej, për procedurë. Kundër. Ju lutem edhe njerë, ju lutem kundër kush ishte. Abstenim. Kundër 1. Atëre sekretarja lexon, të lutem konfirmo. Një pjesë nuk votuan. Nuk votuan. Janë në abstenim. Jo, pra nuk votuan. Okej. Nuk votuan. Do vini një artificialisht. Ti ngriti Vebiu. A ka mundësi ju lutem të konfirmojmë kundër? Vota kundër. Ju lutem ta konfirmojmë. Ju lutem. Vebi edhe njerë. Kundër. Po se se ngritën, jo ti në rregull, po nuk Atëre, se ngritën ta pavotuar edhe po pesatësim. 3 vota kundër. Edhe njërë abstenimin. Abstenimin 1. Abstenim 1. Kalojmë në pikën 2, projekt vendim për kategorizimin e nivelit të pagave të punojësve. Atëre kryetar, është nevoja të vi drejtoresha, apo do të referoni ju përgjithsisht? Do vi drejtori juridik. Atëre, po Erion. Se kishit mendin se për betën bisedë jo? Jo se tekstoj shumë nga fatmesë. E kishim ama po. Po kur themi afatmesë, jo shkurt nuk bëhe po. Ka ishte problem. Përshëndetje të gjithëve. Deri në projektvendimin e paraqitur për kategorizimin e nivelit pagave të punonjësve të zgjedhur dhe të emëruar dhe në punësve civil, si dhe punonjësve të tjerë administrative të bashkisë dhe njësive të saj në varësi për vitin 2026, në materialin e paraqitur ne kemi bashkëlidhur dhe relacioni përkatës, se i përket nivelit pagave nuk ka ndryshime domethënë.
ndërsa në numrin total të punonjësve, numri total i punonjësve nga 411 shkon në 415. Për sa i përket strukturës, nëse do më lejoni në mënyrë të përmbledhur të lexoj relacionin përkatës. Atëherë sa i përket strukturës organike, struktura organike e institucionit është konceptim. Funksionar politik në strukturën e një bashkie sipas legjislacionit janë kryetari i bashkisë i zgjedhur me votë drejt për drejt nga qytetarët dhe kabineti i kryetarit e tjerë. Në punësit civil, në Bashkinë Kutshov, duke i referuar kuadri ligjor ekzistues janë sekretari i përgjithshëm, drejtorët e drejtorive, përgjegjësit e sektorëve dhe specialistët, momentalisht Bashkia Kutshov ka 63 punonjës me statusin në punësit civil. Punonjës administrativ janë punonjës që kryejnë veprimtari administrative. Sekretaria mirëmbajtje, shërbimi, ruajtje dhe nuk ushtron një funksion publik. Numri i tyre shkon në 352 punonjës. Drejtoritë ndahen. Bashkia Kutshov në strukturën e vitit 2026 do të ketë në total 11 drejtori si më poshtë. Drejtoria juridike dhe menaxhimit të burimeve njerëzore, drejtoria financës dhe buxhetit, drejtoria të ardhurave lokale dhe licencave, drejtoria planifikimit dhe zhvillimit të territorit dhe koordinimit dhe zhvillimit strategjik, drejtoria e zhvillimit rural, mjedisit dhe kontrollit ushqimor dhe veterinar, drejtoria e mbrojtjes dhe përfshirjes sociale, drejtoria e prokurimeve publike dhe menaxhimit të kontratave, drejtoria e policisë bashkiake, drejtoria e kulturës, turizmit dhe rinisë, Agjencia e Shërbimeve Publike, Qendra Ekonomike e Arsimit. Në vlerë numerike, numri i drejtorive të strukturës të vitit 2026 me strukturën ekzistuese është ai që referohem edhe më parë. Në ndryshim nga struktura ekzistuese një drejtori është shkrir, ndërsa është shkriruar një drejtori tjetër, pra është shkrir drejtoria e shërbimeve publike dhe është shkriruar drejtoria e prokurimeve publike dhe menaxhimit të kontratave. Ndryshimi organizativ normalisht është një proces i natyrshëm. Në analizën e funksionimit të drejtanishme dhe punës së përditshme në Bashkinë Kutshov janë evidentuar disa problematika strukturore, që normalisht me strukturën e re normalisht i kemi reflektuar dhe kjo edhe për shkak të mbi kërkesës të disa sektorëve dhe në shfrytëzimit të disa të tjerëve, mbi vendosje e kompetencash ndërmjet njësive ndryshme, mungesë koordinimi horizontal dhe vertikal. Ndërkohë, përveç problematikave të sipërpërmendur, ka edhe një sër arsye të tjera, të cilat diktojnë nevojën për ndryshim strukturor, zgjidhja e problematikave të mos respektimit të hierarkisë administrative, ngritja e strukturave për menaxhim në shërbimeve që deri tani ishin menaxhuar me palë të treta, nevoja për rishpërndarje të burimeve njerëzore dhe vendosja e strukturave të varësisë sipas funksioneve përkatëse të drejtorive, përshtatje strukturës ekzistuese me vendimin e Këshillit të Ministrave që normalisht rregullon pagat për strukturën e pushtetit vendor. Drejtoria për ta bërë edhe më të thjeshtë, drejtoria e prokurimeve publike dhe menaxhimit të kontratave, në ndryshim nga struktura ekzistuese një drejtori është shkrirë, ndërsa është krijuar një drejtori tjetër, konkretisht drejtoria e shërbimeve publike dhe është krijuar drejtoria e prokurimeve publike. Drejtoria e shërbimeve publike u shkri me qëllim që të zgjidhet problematika mbi vendosjes së kompetencave ndërmjet kësaj drejtorie dhe Agjencisë së Shërbimeve Publike. Do të krijohet drejtoria e prokurimeve publike dhe menaxhimit të kontratave. Problematika përhershme e bashkisë ka qenë ndjekja në kohë e procedurave të prokurimit. Drejtoria juridike dhe menaxhimit të burimeve njerëzore, drejtoria juridike dhe menaxhimit të burimeve njerëzore, normalisht pas shkrirjes së drejtorisë së shërbimeve, është krijuar një sektor i ri, sektori i shërbimeve të brendshme, ku do të përfshihen punonjësit, po themi sanitarët, shoferët administratës e të tjerë, edhe rojet e institucionit, ndërsa tek Agjencia e Shërbimeve Komunale do të shtohen dy sektor të tjerë, pra punonjësit që kanë qenë drejtorinë e shërbimeve do të kalojnë në Agjencinë e Shërbimeve Komunale, për arsye se edhe siç u diskutua edhe për shërbimin e varrimit normalisht, duke qenë se është kryer shërbim me palë treta, aktualisht do të kryhet prej Bashkisë Kutshov.
Drejtoria Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit dhe Koordinimit të Zhvillimit Strategjik, kjo drejtori nuk do të ketë ndryshime të rëndësishme, përveç se do të shtohet një sektor. Drejtoria e Zhvillimit Rural dhe Mjedisit dhe Kontrollit Ushqimor dhe Veterinar, kjo drejtori nuk do të ketë ndryshime. Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, kjo drejtori do të ndryshojë emërtim nga Drejtoria e Shërbimit Social në Drejtorinë e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, do të organizohet në dy sektor, sektori i përkrajjes sociale dhe sektori i përkrajjes së fëmijëve me aftësi ndryshe. Drejtoria e Kulturës, Turizmit dhe Rinisë, kjo drejtori do të ndryshojë emërtimin duke shtuar edhe turizmin. Vlerësojmë se duke qenë se turizmi po kthehet në një nga shtyllat e ekonomisë tonë, duhet të kemi një strukturë që përveç të tjera të mblojë edhe këtë funksion. Projekte në zbatim ose projekte të tjera që priten të zhvillohen në të ardhmen në Bashkimin Kosovës, si Muzeu i Industrisë së Naftës dhe Aviacionit, do të japin një shtys këtij sektori dhe bashkisë tonë duke futur në guidën turistike të Shqipërisë. Agjencia e Shërbimeve Publike, kjo agjenci do të organizohet në 5 sektor: sektori i mirëmbajtjes së rrugëve dhe objekteve publike, sektori i ndriçimit rrugor, sektori i gjelbërimit dhe pastrimit, sektori i menaxhimit të vend depozitimeve, sektori i shërbimit të varrimit. Kësaj agjencie do të shtohen gjithashtu, siç edhe përmend, dy sektor, sektori i menaxhimit të vend depozitimeve dhe sektori i shërbimit të varrimit. Sektori i parë ishte në varësi të Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe pas shkrirjes kësaj të fundit do t'i kalojë kësaj agjencie. Shërbimi i mirëmbajtjes së varrimit, sikurse referova, deri tani është shkruar me palë treta, ndërsa është vendosur që ky shërbim të kryhet nga vetë bashkia. Përgjithsisht këto ishin ndryshimet, të cilat referuam më sipër. Po. Po, Anis. Gjorgji thashë të them kështu, Osman Mirë. Sa ndryshime tek ajo qendra kulturore e fëmijëve, ka një ndryshim strukturor avarësie? Po, ka. Po. Ka. Po, e ta them. Po jo, nuk ju ka gënjur, thashë themi rezulton të jetë me baza. Qendra kulturore e fëmijëve do të jetë sektor në varësi të Drejtorisë Kulturës Rinisë, siç e kishte emërtitur Turizmit Rinisë aty. Kjo për arsye sepse për nga niveli i bashkisë që jemi ne, nuk na lejohet që të kemi drejtor nën drejtor, poshtë drejtorit. Dhe ne aktualisht kemi patur qendrën kulturore të fëmijëve që operonte si drejtori, ndërkohë ishte në varësi të qendrës ekonomike të arsimit. E para dhe e dyta, aty kishte përgjegjës sektori, ndërkohë që nuk kishte sektor. Sepse ajo drejtori ishte me 5 veta më duket, me 4 veta, ndërkohë që një drejtori duhet ketë minimalisht 5 punonjës që të quhet drejtori, ndërkohë që një sektor duhet ketë të paktën 3 veta bashkë me përgjegjësin e sektorit që të quhet sektor. Këto edhe ne kemi konstatuar, por janë lënë detyrë edhe nga komisioneri i shërbimit civil si mangësi që duheshin riparuar. Natyrisht kjo lloj lëvizje ata punonjës i prek disi nga ana financiare, por jemi përpjekur që të jetë sa më e vogël dhimbja. Por jemi të detyruar ligjërisht ta bëjmë këtë, mund ta bënim me një drejtori tjetër, nëse ashtu, por ne gjykuam që të ishte mos të qëndronte nën varësinë e qendrës ekonomike të arsimit, por të ishte nën drejtorinë e kulturës, duke qenë se edhe aktivitetet që QKF-ja organizojnë gjatë vitit përputhen më së miri me aktivitetet që bën drejtoria e kulturës. Kjo ka qenë arsyeja. Po. Ose po ta quajmë imponim strukturor. Mirë. Po, Mariano?
jeni nga bashkia ta punojës. Ne themi që do të ketë ulje pagë të 30-35%, në jeni tipe dhe kush pak, për ato familje. Janë 4 punojës dhe një pastruese. Pastruese e sa kanë informuar, nuk është se ka nuk përfiton me kjo zonë. Në jeni nësa kemi të pyetur dhe nësa nuk kanë informuar dhe ata punojës, kjo praktik nishet akoma dhe u miratohet, dhe është duke miratohet dhe bashkit tjera. Duke që se kjo është shkelje ligjore ose një problemat tjetë kapi nga kontrolli i lartë i shtetit për bashkit tonë, se nuk është një gjë në bashkit e tjera. Kjo është pyetja për Po, ne nuk mbajmë përgjegjësi për bashkitë e tjera. Ne jemi në bashkinë Kuçov këtu e para. E dyta, ata punonësit të kanë ngritur shqetësimin të mësojnë njërë matematikën, se nuk bën 30-35% ulje. E dyta, i pari është ligji, pastaj vinë tjerat. Nuk më intereson se nga kush vinë lekët, se dhe pastrueset lekët nga Ministria i vinë, edhe një pjesë të punonjësve të edukatorëve lekët nga Ministria i vinë, edhe një pjesë të tjetër punonjësve lekët nga Ministria i vinë, po kjo nuk do të thotë që ne t'i shpenzojmë në kundërshtim me ligjin. Dakor? Kjo është përgjigje. Po? Mirë, atëre, të bësh. Ka VKM për pagat. Ka VKM për pagat që i shpjegon të gjithë. Po kanë ato siç parashikojmë që kanë nivele minimal, nivel maksimal, kategorizim e tjera e tjera. Kush është dakord që projekt vendimin ta kthejmë në vendim? Pro? Kundër? 1. Abstenim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faliti? Vetëm ata që votojnë ose numëro abstenim. Ato Në pjesë votim. Vetëm ata që ngrenë kartonin. atëre miratohet. Faleminderit deri on, mund të largoheni. Projekt vendim për shpërndarjen e bursave të arsimit profesional. Drejtoresha, mund të vini. Po drejtoresha, mund të na bëni një paraqitje e përgjithshme. Përshëndetje gjithëve. Procedura për dhënien e bursave të shkollave profesionale, si gjithmonë, si çdo vit, ka qenë e njëjta në bazë të një VKM 666 që ka dalë në 10/10/2015. Fillimisht Bashkia Kuçov çon shkresën në bazë të kërkesave që ka marrë qendra ekonomike gjatë vitit, sepse prindrit që interesohen për shkollat e mesme profesionale vinë edhe gjatë muajve të beharit dhe nga shtator tetori deri në muajin nëntor që është dhënia e bursave, që bëhen procedurat për dhënien e bursave. Faktikisht si vjet unë kam kërkuar 15 bursa si qendër ekonomike. Edhe vjet kemi pasur 15, mi po ndër vite ne nuk kemi pasur shumë kërkesa. Mund kenë qënë 2, 3 deri në 5. Vjet kemi dhënë 14 bursa nga 15 që në kanë ardhur nga Ministria. Si vjet unë kam kërkuar 15 bursa dhe faktikisht vetëm 9 kërkesa kam pasur. Kam komunikuar me të gjitha institucionet e arsimit profesional, sidomos me Beratin, se janë 2 shkolla profesionale. Kam kontaktuar edhe me shkollën e Fierit, por si vjet nuk ka pasur nxënës për atë shkollë. Gjithsesi 9 janë për si vjet, siç e keni parë edhe ju në tek materiali.
Janë paraqitur prindërit, kanë sjellë të gjithë procedurën që ne kemi kërkuar, sepse unë kam zgjedhur njoftim, i kam shpërndarë në të gjitha njësitë administrative, Perondi, Kozare, Lumas, në përshkolla, me drejtorat e shkollës kam komunikuar, në gjithë Kuçovën e kemi afishuar edhe lart tek zyrat e qendrës ekonomike që janë në prefektura, i kemi afishuar edhe këtu përpara tek në bashki, si gjithmonë ku afishohen njoftimet. Janë paraqitur, i plotësojnë të gjitha kriteret, sepse duhet plotësojnë kriterin ekonomik dhe jo ekonomik. Ndoshta ju e keni parë 66-ën e 2015-ës VKM-n, në bazë të kritereve që kanë plotësuar, i kam bërë, ja u kam sjell në materialit, kështu që mendoj se kaq mjafton për procedurën që kemi ndjekur. Qofse kanë diçka? Kisha unë diçka. Po, Tani atje. në një bashki ku theksi është në industri, kemi shumë pak nxënës në shkolla profesionale që reflektohet dhe në Material. Në material, domethënë. Po. Do ishim të kënaqur të kishte shumë dhe të kishte konkurrencë për bursat se sa me të vakum. Kjo është fatkesi. Po. Tani kjo unë kam bërë të pamundërën, biles unë deri në para një jave, sepse dhe mbledhja u bërë shumë shpejt, unë i kisha njoftuar të gjithë prindërit, thash kam bashkëpunoj edhe me shkollat profesionale të Beratit, biles ja kam kërkuar në mënyrë urgjente të gjithë dokumentacionin, sepse ata i çonin dokumentacionin në shkollat profesionale ku ata vazhdojnë aktualisht. Tani ajo s'është në dorën time, po gjithsesi ne shpresojmë po të gjithë dokumentacionin e këtë rregullt në bazë të kritereve, sepse ne nuk tani më vjen keq, ne nuk mund t'i japim sepse na vite kontrolle një fëmijë që ka të dy prindrit në shkollë, në punë, më thani, dhe sepse e kalojnë atë nivelin ekonomik. Edhe nuk e plotësojnë kriterin pastaj. Pastaj është dhe shkelje ligji, ndjes, po, është dhe shkelje ligji, se kemi dhe avokatin që na i korrigjon. Ja, drejtoresa, do të dëgjojmë pak Fredin. Po. Po. Tani, ata dy kanë të ardhura faktikisht, mund të jenë ndihma ekonomike, ose se e di që janë dy veta. Po, janë me ndihmë ekonomike dhe një më duket se është me aftësi të kufizuar, ndërsa pjesa tjetër janë nga njësitë administrative dhe janë me tokë. Tani, nëse ata kanë dy lymë tokë, që s'është asgjë në fshat, atëherë neve na takon që t'i japim bursë. Kështu e mendoj unë, sepse e thot dhe ligji. Çiftet e re s'kan marrë tokë? Jo, nga dy, ka edhe në fshat që nuk kanë fare tokë. Kanë lidhur masën edhe jesh. Masën edhe jesh s'kan tokë, ata që kanë lidhur masën edhe jesh, ata baballar dhe mamallar. Jo, shumë mirë, mund ta vësh. Është çik absurde, por s'mund të shkruaj ato tokë aty, sepse nuk më lejohet të shkruaj tokë. I inovacionit, po. Jo, bursën ata nuk e marrin me vlerë, marrin me ngrenje në mencë, do me ushqim. Edhe paguhet edhe fjetja, konviktet. Vetë fjalë për ta me konvikt. Po, të gjithë me konvikt janë, të nënt me konvikt dhe e marrin në formë ushqimi dhe konvikti. Nuk kemi raste, është kategori tjetër, nuk... Jo, shumë mirë. Po, ka edhe... Vinë me thirrje të tjera ata, kjo është kjo lloj kategorie. Po, vjetë është vendosur që marrin bursa dhe ata që nuk vjen në konvikt. Te kjo 666 është bërë ndryshim. Mbi 5 kilometra nga vendbanimi i tyre. Mirë, faleminderit. Po, Ramis, po ju dëgjojmë. Praktikon bashkia jonë për ekselentë të japi bursa nga të ardhurë.
Po si, ato japin çdo janar, çdo vit. Po si. Okej, ju kuptoj. Mirë, atëre, drejtoresha faleminderit, e hedhim në votim, kush është dakord, besoj është një çështje që u ezaurua, po, faleminderit, kundër, Faleminderit. abstenim s'ka, faleminderit, miratohet. Kalojmë në pikën tjetër, projekt vendim, mbi disa ndryshime në emërtimin e rrugëve të qytetit Kuçov, po në kryetar mund vini. Atëre përshëndetje të nderuar antarë të Këshillit Bashkiak, sigurisht është dhe pika që diskutohet tani janë për disa ndryshime në një projekt vendim për disa segmente rrugor, me propozimet të kryetarit bashkisë, ne e kemi pasur dhe kemi prioritet saktësimin dhe lehtësimin e sistemit të adresave, duke parë dhe kontributin e disa qytetarëve tanë të cilët në disa periudat të ndryshme kanë dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm për qytetin e Kuçovës dhe për qytetarët e Kuçovës, kemi bërë ndryshime përkatëse duke shkurtuar disa segmente rrugore që nuk ishin lidhje me pothuajse qytetin e Kuçovës, me historinë e qytetit të Kuçovës, dhe ndryshimet janë të pasqyruara në planvendosjen përkatëse, po dhe në relacionin përkatës. Janë 3 emra të cilët thash edhe një herë kanë një histori në qytetin e Kuçovës, një kontribut në qytetin e Kuçovës, si Guri Alia, Gëzime Leskaj, apo dhe Genca Sani. Nëse ka paqartësi, domethënë për këto antarë të Këshillit Bashkiak, neve të japim shpjegimet e duhura. Faleminderit nën kryetar, atëherë përpara se të vazhdojmë dhe të shkojmë drejt miratimit, jo kam unë një problem fillestar për procedurë dhe pas e le të vazhdojmë. Në momenti që ne do të bëjmë votimin, Erion Leskaj, si familjar i të ndirës Gëzime Leskaj, nuk do të marrë pjesë në votim. Pra, përpara se ne të kalojmë në votim, ai detyrimisht zbatim procedurave do të jetë jashtë. Po jo tani, jo të lutem. Jo tani, të lutem. Në momentin e votimit do t'ju them unë, por e kam për procedurë. Dhe pika numër 2. Pra, nisem Guri Aliej, ndërkohë që ne kemi dramizin xhanën, po mos e ka Agur Aliej dhe ndoshta na duhet ndryshojmë në një gjë më vonë, apo jeni krejt. Sepse kam përshtypjen, prandaj tham si bashkëmoshatar, e ka pasur Agur. E them këtë që në fundit tek zbardhja, të jemi dakord që nëse ka një mos përputhje, le ta bëjmë Agur. Dakord? Okej, dakord. Po, jam berat, të lutem, po Fredi. Por, që dojtë disa rrugë, që kanë kemi
kemi vë rruga e Promethit, ti e rregull, po me atë gjlushjes ma zë të parë. Okej. Do të kthej një përgjigje vetëm për tabelat, se për emërtimin jam dakord, mbase do flasi dhe nën kryetari me që është që ka në ngarkimat të pjesë, po ne kemi bërë një buxhetim ose më saktë një parashikim se sa mund të shkonte kostua e emërtimit me emërtimit e vendosjes tabelave për gjitha rrugët dhe ishte një vlerë pa përballueshme nga ana jonë, se ka qenë një iniciativë edhe nga Ministria e Brendshme përpara 4 apo 5 vitesh, diçka e tillë, por shkon një kosto që ne nuk e përballojmë dot për momentin. Dakord, nuk tash gjë, po që okej, pra e kuptova, po thash e kemi iniciuar një herë, por Mbase vjen momenti që bashkë me Ministrinë e Brendshme mundet. Po, Ramis?
Atëre, më falë, le të dëgjojmë ora dhe njerë kryetarin e vlerësimit të figurave. Më falë tani ta dëgjojmë. Juve ju dëgjuam, po në kryetar. Mirë, faktikisht tani faktikisht është një ligj i cili është mjetuar nga Kuvendi i Shqipërisë që përcakton titujt e nderit në Republikën e Shqipërisë dhe emërtesat në Republikën e Shqipërisë. Këtu nuk mund të flasim dot dalim jashtë ligjit, por brenda ligjit disa gjëra do shikohen me një sy tamam të dur kritik. Atë që thot antari i Këshillit Bashkiak Fredi, me shumë respekt jam i gatshëm me një komision të posaçëm ku do flas dhe me kryetarin për të parë çdo emërtesë rruge dhe të shihet mundësia për të parë dhe ndryshime përkatëse po të studiuara mirë. Tani, ligji përcakton përse duhet të hequr një emër dhe pse duhet lënë një tjetër. Nëse një dhe reagime të ashpra në komunitet apo figura e tij nuk është ashtu sikurse është interpretuar, po ka dhe gjëra të cilat kanë dalë më pas që duhen gjykuar dhe vlerësuar në një komision të ri apo në një vlerësim të ri. Unë jam i gatshëm bashkë me këto që do të punohet për të ripar sistemin e andresave dhe të përsosim sa duhet dhe në maksimum siç duhet sistemi i andresave që të lehtësohet çdo lloj andrese për çdo lloj qytetari që interesohet për të gjetur një diçka më thjesht dhe më saktë, aq më tepër me kërkesat e sotshme që ne kemi detyrim dhe domosdoshmëri një sistem të saktë andresash. Emrat të cilët bien ndesh me realitetin e qytetarëve tan, ne jemi të gatshëm të heqim, po jo të heqim sepse do t'i kush. Përsa atë që foli zoti Ramis, emri i babait të Ramisit është një emër i nderuar në komunitet. Për të parë atë se si është hequr dhe se si është bërë, nuk mund të flas dot pa ndjekur procedurën ligjore. Mirë, faleminderit. Mirë atëre, unë them që ne të kalojmë në votim, erion sigurisht i zot Marshpisi, aty, jo për jashtë, jo më jo atje, po jashtë tavolinës, kush është dakord që ky projekt vendim të miradohet? Faleminderit. Kundër, abstenim s'ka? Një abstenim, atëre? Okej, më falë Ramis. Po erion, mund vini, kalojmë në pikën e fundit, raporti performansës së bashkisë Kuçov, Adriatik, ju lutem, mund të referoni këtu. Besoj se është një gjë e domosdoshme ta dëgjoni. I nderuar kryetari i bashkisë, i nderuar kryetari i Këshillit Bashkiak, të respektuar këshilltar bashkisë Kuçov, në cilësinë e koordinatorit të performansës për bashkinë Kuçov, i ngarkuar ad hoc nga kryetari i bashkisë, kam ndjekur prej gati 4 muajsh çështjen e matit dhe raportimit të performansës. Është një material që ju e keni përballë, është një material eksakt, pasi vetë raporti është 100 faqe dhe siç e kam thënë shpesh, e keni të publikuar në faqen web të bashkisë. Unë do të ndalesha vetëm në 2 momente shkurt. E para, çfarë është projekti Bashkitë të Forta? Projekti Bashkitë të Forta është një projekt jo qeveritar i Bashkimit Evropian dhe i mbështetur financiarisht dhe administrativisht nga qeveria zviseriane dhe nga qeveria suedeze. Është angazhimi i parë i këtij projekti në Bashkinë e Kuçovës dhe ky projekt do të vijoj ajo që unë do të thosha përse kalon në Këshillin Bashkiak. Në fond, informacioni, relacioni, raportimi merrni si doni, qëllimi i raportimit në këtë Këshill të nderuar Bashkiak është që sot dhe në vitet që vijnë, duke u njohur anëtarët e Këshillit Bashkiak me problematikat, rezultatet, evidentimit e një raporti jo qeveritar, pra jo i bërë nga bashkia, jo i bërë nga ne punësit e saj, por i ardhur nga një organizat
me predispozicion profesional dhe demokratik, të kemi mundësi, pra të keni ju mundësin që në buxhetet e ardhshme, në vendimarrjen tuaj të ardhshme, të realizoni ato pikat të cilat ju mund të shikoni dhe në vlerësimin tuaj duhet të jenë në përmirësim. Ky projekt, siç e thash, në performimin tim, i cili thash e kam ndjekur nga fillimi deri tani që po flasim bashkë, ndahet do ta quaja në 3 terma kryesor. Termi parë është, nisim nga peshorativi, është termi i asaj që nga kryetari i bashkisë dhe secili nga ju, edhe ne bashkë, na dhëm të gjithëve, po të shikoni pjesën e, po themi të nxënësve, të fëmijëve në arsimin parashkollor, si dhe në arsimin para universitar. Ky tregues, që është tregues i dhimbshëm për bashkinë tonë, është dhe që tregon, po themi, sepse nëpërmjet treguesit indikatori është që kemi një migracion të brendshëm apo diçka tjetër, kemi ulje të numrit të fëmijëve në arsimin parashkollor dhe në arsimin para universitar. Kjo është një këmban që nga kryetari i bashkisë dhe secili nga ju dhe nga ne gjithë duhet ta shikojmë me prioritet në vitet që vijnë. Ulje pse kanë braktisur apo ulje? Jo, ulje sepse nuk ka numër banorësh. Nuk ka lidhje. S'ka njerëz, janë të ndryshme. Po pra, dhe një prandaj them është këmban alarmi që duhet të bëjmë politika të tilla, duhet të marrim të krijojmë aspekte të tilla ekonomike dhe sociale që ky komunitet mos të braktiset apo të kemi pse jo dhe shtim të tij. E dyta që është në terma normal me kondicion përmirësimi janë shërbimet. Në raportin e monitorimit dhe të marrëdhënies së performancës, shërbimet e ofruara dhe të realizuara nga Bashkia e Kuçov jepen në terma mesatar. Pra, shërbime të cilat kanë qasje me indikatorë dhe me treguesit europian, drejt së cilës ne pretendojmë të shkojmë, por që kanë nevojë për përmirësime. Dhe treguesi i tretë, që lash për të fundit, që është treguesi pozitiv, është treguesi i nivelit të detyrimeve të prapambetura apo i gjendjes së financiare të bashkisë, e cila unë e deklaroj këtu përpara jush, pasi kryetari di më mirë nga mua, që është në termat më të ulta në shkallë vendi, me 0.5% apo për të qenë më korrekt me ju, 0.52% të detyrimeve të prapambetura të bashkisë Kuçov ndaj të tretëve, është niveli më i ulët në shkallë vendi. Prandaj dhe e lash të fundit për të thënë që kemi çfarë të bëjmë, por kemi edhe me çfarë të moremi. Ju falenderit kryetari, ju falenderit këshilltar. Faleminderit Adriatik. Punoj mirë. Jo, çfarë konkrete duhet bëjmë ne? Është informacion. Informacion është. Mirë, atëre, nëse nuk ka ndonjë gjë lidhur me informacionin, atëre më lejoni t'ju them shumë shkurt që pikërisht sot ajo që bëri Adriatiku ishte një informacion, por në mendimin tim personal do të shohim që në vazhdimsi ky material është një material i fortë orientues që dhe ne të jemi në gjendje të gjykojmë mbi verbdarinë e bashkisë. Gjithsesi faleminderit Adriatik. Mund të largoheni. Ju faleminderit. Të ndryshme, atëre, po. Ju dëgjoj. Po jemi duke u marrë me atë në Vebi, madje dhe sot është duke u punuar atje për rikthimin në normalitet të asaj rruge pjesës poshtë që është dëmtuar nga balta, po flasim. Ndërkohë për pjesën që është shembur, se për këtë po më thua, këtë rrugë bashkë me 3-4 rrugë të tjera që janë kryesisht në njësinë administrative Lumas, ne do t'i dërgojmë, sepse afati është deri datën 15, na e ka kërkuar emergjenca civile, do i dërgojmë tek emergjenca civile për financim. Normalisht
është një kohë që do zgjasi pak, nuk zgjidhet me ditë apo me pak javë, do zgjasi diçka më shumë. Por në qoftë se nuk do të marrin financim, sepse unë ja kam thënë këtë pjesë edhe kryeplakut të fshatit, në qoftë se nuk do arrim të marrim financim nga emergjencat civile, do shikoj mundësinë e financimit nga Fondi i Emergjencave Civile të Bashkisë për atë pjesë, sepse ajo vërtet i ka bërë të pamundura aksesin dhe lëvizjen e një grupi familjes prej 7, 8 apo 10 familje. Pra, 10 familje që janë atje. Kështu që ne për momentin jemi të kalojmë fazën emergjente që atë pjesën poshtë që nga dhera të zhbëre pa kalueshme, ta bëjmë të kalueshme, pjesën tjetër do zgjasi pak kohë, por që do të japim zgjidhje. Po, informacion kemi? Po. Tani, ajo hyn tek segmentet rrugore që janë pjesë e fondit të ARSH-s, nuk janë të Bashkisë Kuçov, dhe si e tillë mirëmbahet nga ARSH-ja. ARSH-ja vjet në qershor apo në korrik, mos të gënjej kot, po diku nga mezi i vitit, ka bërë një prokurim për mirëmbajtje të rrugëve në të gjithë Shqipërinë, ku pjesë e këtij prokurimi ka qenë dhe ky segment rrugor, dhe është një kompani që e ka fituar këtë dhe disa segmente rrugore, dhe të paktën atë pjesën e pastrimit e të disa mirëmbajtjeve ajo filloi ta bënte që në shtator, të atij segmenti dhe segmenteve tjera rrugore që ajo ka. Unë vetë personalisht jam në kontakte dhe në bisedime edhe me kompanin, edhe kompania vetë nga anë e saj, edhe me ARSH-n, që atë projekt që ne kemi bërë gati për ato pjesë janë të shembura, ja kemi quar ARSH-s dhe jemi si thuaç në bisedime që ata të mund ta bëjnë një amendim kontrate që përveç mirëmbajtjes të bëjnë edhe këtë rekonstruksion, nëse mund ta themi të tilla. Mirëmbajtja është, por që është pak më e thellë se sa thjesht një pastrim. Domethënë jemi në një fazë të tillë që unë për momentin kam vetëm informacion dhe aq sa po mundohemi të ndërhyjmë. Nuk ndërhyjmë dot praktikisht rrugën. Faleminderit kryetar Poxheku. Gjithsesi qëndron. Atëre, nëse s'ka gjë tjetër, mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Faleminderit të gjithëve.